Kalojmë në diçka tjetër, një zhvillim i fundit në minierën e Trepçës, atje ku dhjetra punëtor betën të bllokuar për rreth 7 orë në minierë, e që detaje do t'i marrim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Ibrahim Januzin nga Sindikata e Punëtorëve të Trepçës. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Nderuar, çka ka ndodhur saktësisht me punëtorët, kur ndodhi një gjë e tillë dhe cilat janë arsyet që këta punëtorë mbetën të bllokuar për rreth 7 orë? Po, si tashmë është lajmi është bërë publik dhe si rezultati problemeve teknike me energji elektrike në trafostacionin kryesor që furnizon minierën me energji elektrike, minatorët e ndrrimit të dytë dhe kujtestaria në sistemin e pumpimit kanë mbetë ngujuar gjatë deri në 7 orë në pamundësi për me dalë në sipërfaqe apo për me shku në pas përfundimit të orarit të punës për me u kthye në shtëpi. Si rezultati këtyre defekteve teknike ka ardhur që ngujimi i minatorëve të mbetet për kaq gjatë, që është një jashtëzakonisht sfiduese për shkak të kushteve të mikroklimës atje në minierë. Mirë po fatbarësisht fal një profesionalizmi të minatorëve dhe përshtatshmërisë që kanë kriju në këto rrethana të vështira, e kanë tejkaluar pa ndonjë problem apo pa ndonjë incident. Lajmi më i mirë është ky. Mirë po është shumë shqetësues edhe për ne si sindikat për vazhdimërinë e këtyre problemeve teknike dhe mungesën e investimeve në mjete apo në pikat kyçe ku cënohet jeta dhe siguria e minatorëve. Po, si arritën këta minatorë të dalin në sipërfaqe dhe cila ishte gjendja e tyre shëndetësore pasi që arritën të dalin? Po normal minatorët janë detyruar të presin për gjatë deri në 7 orë të qëndrojnë, ndërsa të detyruar të qëndrojnë derisa është rregulluar problemi teknik, mirë po të punosh në kushte jashtëzakonisht shumë trona në minierë, po pavarësisht përveç vështirësive që na i sjell profesioni dhe sfidat e natyrës së nëntokës që na i përcjellën me të cilat jemi pajtuar vetë për profesionin që kemi zgjedhur, mirë po problemi më i madh është që faktori njerëje po e bën thuajse më të rënduar jetën dhe po rëndohet dhe po rrezikohet vetë jetën tona. Sepse mungesa e investimeve është një rast që ndodh shumë i shpejt, nuk është hera e fundit që ka ndodhur një rast i tillë. Dhe është shumë shqetësuese për ne dhe vetë familjet tona, sepse ta dërgosh familjarin atje dhe nuk je në gjendje ta planifikosh që do kthehet në kohë, sepse nuk e dim të papritur edhe pa parashikimet për shkak një gjendje tronë në mungesë të investimeve. Mund të vanoj ndoshta këtë ka vënë gjatë në 7 orë, po ku ta di mund të vanoj edhe hera të tjera mund të jetë edhe më i madh. Është rregulluar problemi me rrymën në atë pjesë të Trepçës? Ka vazhduar puna në atë pjesë? Fatbarësisht pas intervenive të stafit inxhinierik të ndërmarrjes, është evidentuar ai defekt në teknik në energji elektrike dhe puna është thyrë normalitetit. Minatorët kanë me dyshimet e veta, mirë po me detyrimisht duhet shkohet sepse jemi pjesë e një orari pune, duhet i përmbyll shumë detyrat kontraktuale që i kemi me ndërmarrën, mirë po pasiguria ekziston. Këta punëtor, këta minator, kanë marrë tretman mjekësor me njëherë pas e kanë dalë? Nuk është që ka kërkuar dikush tretman mjekësor, po përveç besoj që sipas informacioneve që kam një grup i minatorëve që janë më të rinj dhe që njohin pak terrenin e minierës, ata kanë shfrytzuar daljen emergjente që është në mënyrë vertikale, diku rreth 800 metra kanë dalë nga ajo thellësi kanë dalë në këmbë. Mirë po të ngjitesh në mënyrë vertikale në shkallë të improvizuara është jashtëzakonisht shumë e rëndë, shumë sfiduese dhe është e rëndë për pjesët vitale të këmbëve dhe frymore, sepse shkakton një ngërç apo lodhje të tepërt. Mirë po edhe ata kanë ndjer veten të pasigurt dhe kanë zgjedhur rrugën më të vështirë. Çfarë është shqetësuese është se kemi moshën mesatare jashtëzakonisht shumë të vjetër, kemi persona që kanë smundje profesionale gjatë karrierës së tyre në minierë dhe për një pjesë mund të jetë edhe pamundur të dalin përmes këtyre daljeve emergjente. Pra ata kanë dalë në këmbë, sa kanë bërë për të dalë? Pra 800 metra në tokë kanë qenë.
ajo rrugë përshkruhet varësisht prej përgatitjeve fizike që mund ta ketë për sportista, mund të jetë për ata që merren aktivisht në një sport ose diçka mund të jetë më shkurt mirë, po nëse ata sillet prej 1 orë gjysmë deri në 2. 1 orë gjysmë deri në 2. Sepse është jashtëzakonisht sfiduese dhe është shumë e rëndë, normal që është edhe pak e rrezikshme sepse të dalësh përmes një pulsi vertikal krijon edhe sfida dhe rreziqe, sepse lodhja është jashtëzakonisht shumë e madhe. Po, pat reagim, pat interesim nga institucionet në lidhje me atë se çka ndodhi? Unë nuk mund të them sepse unë jam në këtë rast unë mbroj vetëm interesin e autorëve edhe duhet për shkak drejtimit tonë dhe përfaqësimit tonë, unë e mbroj interesin e autorëve, ndërsa sa i përket institucionit nuk kanë komunikuar, sa i përket zyrtarëve ekzekutiv të ndërmarrës, besoj dhe shpresoj që kjo do të jetë në kanalet e komunikimit, ndoshta edhe shpresoj që mundet me pas edhe veprime në të mirë të eliminimeve të këtyre gjonave, këtyre defekteve të cilat po e rrezikojnë jetën dhe shëndetin e minatorëve. Po i nderuar, faleminderit. Andaj kushtërimi i bëjthirë dhe qeverisë dhe Ministrisë e Ekonomisë që të bëjë veprime të domosdoshme në pjesë vitale ato ku rrezikohet dhe cënohet jeta e vetë minatorëve. Sepse për kushtet dihet mos që kemi kushtet ekstreme në mungesë të investimeve ndër vite dhe keq menaxhimet që kanë ndodhur në këto 2 dekadat e fundit në minierën e Trepçës. Trepça në mjetet e vet anoke nuk ka mundësi të intervenojë. Ndërsa shpresoj në ndihmën e qeverisë, konkretisht në Ministrinë e Ekonomisë, që të paktën në pjesët vitale ku cënohet edhe miniera vetë projekcioni minierës dhe jeta e minatorëve, ato është e domosdoshme dhe kemi një lutje për ta që të veprojnë të paktën të eliminohen disa rreziqe që e lidhet me jetën e drejtë të minatorëve. Faleminderit edhe për ju dhe Dugazhinit për një hapësirë të tillë. Faleminderit shumë, zotëri.